Nga një shpërthim i ndodhur sot është dëmtuar vetura private e ushtruesit të detyrës së drejtorit të QKUK-s, kështu ka bërë të ditur Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i Kosovës, i cili tha se dëmtimi ka ndodhur në rrethana ende të panjohura. Sipas SHSKUK-s, dëmtimi ka ndodhur në kohën kur po bëshin përgatitjet për fillimin e mbledhjes së rregullt të bordit drejtues të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës. Sot në parkingun e administratës së qendrës klinike universitare të Kosovës ka ndodhur një incident që përfshin dëmtimin e veturës private të ushtruesit të detyrës së drejtorit në QKUK, e parkuar në parkingun e administratës. Dëmtimi ka ndodhur në rrethana ende të panjohura në kohën kur po bëshin përgatitjet për fillimin e mbledhjes së rregullt të bordit, e cila ishte parapartë të mbajë në hapësirat e administratës qendrore të SHSKUK-s, thuhet në njoftim. Për incidentin janë njoftuar menjëherë organet kompetente, përfshirë Policinë e Kosovës, e cila tashmë ka nisur procedurat e nevojshme hetimore për të sqaruar rrethanat e këtij rasti. SHSKUK shpreh shqetësim dhe keqardhje lidhur me rastin, duke ofruar bashkëpunimin e plotë me autoritetet përkatëse, thuhet mes të tjerash në njoftim.